ke përballë privacionin ekonomik, i cili mbi demokratët sot po i dërmon. Dhe më ka bërë përshtypje një pjesë e demokratëve që janë gjithmonë më të varfër si komunitet, për edhe shqiptarët në mendimin tim socialist janë njësoj të varfër, sepse në kampionin prej 42.1% e varfërisë që ka Shqipëria, patjetër përfshihet nga i gjithë bazifondi i të gjitha partive, dhe kjo i bashkon njerëzit. Ata i kanë bërë pyetje reale zotit Berisha. Kuptohet, zoti Berisha me atë elegancën e përvojës i ka të kaluar dhe është munduar ta kthejë në të themi merit për të, sepse tani zoti Berisha të dëgjon, edhe më parë të dëgjonte, po të përgjigjesh keq. Tani zoti Berisha të dëgjon, të jep të drejtë, por nuk ndryshon. Dhe ky është problemi shumë më.